Edhe pse Shqipëria është një ndër shtetet më të vogla të Europës, shqiptarët janë të shpërndarë nëpër vendet e Bashkimit Evropian, duke qenë në listën e vendeve kryesore për kombësinë e vendeve jo të BE që janë rezident në Bashkimin Evropian. Nëse krahasohet me madhësinë e popullsisë, vendi ynë kryeson listën në Europë në një tregues të përmasave të mëdha të emigracionit. Sipas të dhënave që janë publikuar nga Eurostat, shtetasit shqiptar u renditën në vendin e 11 në grafikun e kombësive kryesore të shteteve jo të Bashkimit të Evropian që janë rezident në Bashkimin Evropian në vitin 2024, sipas numrit në vlerë absolute. Sipas grafikut, janë rreth 550.000 shqiptarë që jetojnë në vendet e BE-s, kryesisht në Itali, por në grafik mungon Greqia, ku sipas të dhënave të ndryshme jetojnë të paktën edhe 500.000 shqiptarë të tjerë. Në nivelin mbi 1 milion banor, Shqipëria do të renditet në vendin e 4 në numër absolut pas Ukrainës, Turqisë e Marokut. Nëse llogaritet në bazë të popullsisë së mbetur në vendin e origjinës, Shqipëria absolutisht kryeson, madje edhe pa përfshirë të dhënat e Greqisë, citon Monitor. Shqipëria me rreth 550.000 shtetas në Bashkimin Evropian dhe një popullsi me 2.36 milion banor, arrin rreth 230 shtetas për 1.000 banor, një shifër shumë e lartë se çdo vend tjetër në grafik. Edhe pa përfshirë Greqinë, treguesi e vendos Shqipërinë dukshëm mbi vendet e tjera të rajonit. Nëse përfshihet edhe Greqia, ku jeton një numër i madh shqiptarësh, shpesha e emigracionit për 1.000 banor rritet edhe më shumë, duke arritur në 466 emigrant për 1.000 banor. Pra afërsisht 1 në 2 shqiptar jeton në BE, çka e vendos vendin dukshëm në krye të listës në raport me popullsinë.